E vërtet është që njeriu duke shkuar ka fundi i botës, ka kiameti, gjanat vështërsohen, gjanat përkeqësohen, gjanat e mira nuk përjetohen, nuk promovohen, gjanat e këqija promovohen, nuk mund të them që përjetohen, nuk ka ndonjë kënaqësi në gjanat e këqija. Dhe gjanat nuk janë në atë vijin e duhur, sepse përgënjeshtrohet ai që fol të vërtetën, ai që fol mirë, ndërsa i besohet atina gënjeshtarit, mashtruesit, atina i cili ka autoritet, ka pozit, i besohet ma shumë se atyre të tjerëve, edhe hapen dyert e haramit, apo dyert e së këqijave, mbyllën kogja shumë edhe vështërsohen dyert e së mirës, e keqja bëhet normale, e mira bëhet dyqysh jo normale. Gjitha këto gjana janë që veç kanë filluar, por nuk është gjendja që keqe që thot ky vllau, a ka kush kanë më keq? Ka kush kanë që s'ka. Që s'ka kush kanë më keq, ka kush kanë më keq edhe shumë më keq bile. Nuk besoj që ndoshta kemi me mbërri ne të gjithë. Sidomos gjenerata ime ndoshta nuk e mbërrim, po gjenerata që vijnë pas kanë me pas edhe më shumë vështirësi. Sepse të këqijat edhe haramet e kanë vërshu botën, edhe çdo e keqe, çdo haram promovohet në mediat tona. S'po flasun në për botë, po në tonat, çdo haram, çdo e keqe përkrahet. Edhe shumë për harame përkrahen edhe në mënyrë institucionale, pastaj edhe në mënyrë private, është lehtësu rruga për me arrit e harami. E porosi të bjen alkoholin në shtëpi, të bjen runa zëtë do një pije narkotike në shtëpi, edhe të bjen parën me fajde, me kamat në shtëpi, ato ku të djune, është mush pra, do me thonë, tregu me të këqia dhe jenë shtu keqbërsi. Mi po në këtë kohë është një e mire madhe, se kur kështu të këqia të vërshojnë, apo e kaplojnë një popull dhe një vend, atëherë dalin disa prej të mirëve, që i thojnë të keqe së keqe dhe të mire së mirë, Allah na bof neve prej tyre, dalin disa që e marrin islamin, prej Koranit dhe Sunetit, e promovojnë, e mbajnë atë, edhe ata e kanë vlerën shumë të madhe tek Allahu te bareke ve teala. Ka mundësi që këto kohë, kur të këqijat të haramet janë në të katër anët, edhe promovohen natën edhe ditën, ka mundësi që një njeri tash me pas vlerën më të madhe se sa ata që kanë qenë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që me dikush që ka mundësi. Ka mundësi se pejgamberi alaihi wasallam ka thonë do të vije një kohë kur njëri prej atyre besimtarët asaj kohe e ka vlerën sa 50 prej jush. Shokët e tij u ka thonë. I kanë thonë, i dërgumi Allah, një prej neve e ka vlerën sa 50 prej atyne, jo ka thonë, një asaj kohë që e mban islamin, edhe që e praktikon islamin, e ka vlerën sa 50 prej jush. Pse? Sepse ata nuk kanë pa, nuk kanë dajt me mua, edhe nuk kanë qenë kështu haramet që shenë tash, publike, mundësit për me bë harame janë letësu shumë, në kataran të ki dhe me thë rrugën e harameve qelë, edhe s'nar kërkosh gati. E tash, ai që i përmbahet islamit e ka vështirë, ama nëse i përmbahet mirë, e man mirë, edhe nuk e lëshan islamin, edhe pse një varfër me ka vështërsi, një varfër me digjet, se ka raste që të bojkotojnë familja, ka raste që të largohen më të dashurit, për shkak të praktikimit të islamit. Që ti këto s'pe bëne, këto s'pe bëne, këto s'pe bëne, këto s'pe bëne, me neve mos rrë. Ka raste brenda familjes ngusht, gruaja e lën burrë, rrëpë thot Allah i që thotë se të të sa s'din veç Allahu, Kur'ani, pejgamberi, feja, Mekka, Medina, musliman kështu. Në rregull, dhe çto tema s'ka çka të keqe këtu. Çto temat e mira po më vojmë edhe i përmendum. Edhe ka raste që edhe antarët e familjes në farë forme e bojkotojnë apo e kundërshtojnë një prej antarëve të familje pse ai është i përkushtuar në islam. Kështu që ka shumë të këqija që janë përhap, po ka edhe plot mira ende, alhamdulillah. Edhe do të vazhdojnë këto të mirat edhe një kohë gjatë,
edhe unë nuk besoj që ne, ose gjenerata që vjen pas nesh, ka me mërija të kohës që s'ka kush ka ma keq. Ka kush ka ma hala ma keq, po njëherë edhe e mira po përhapet, edhe e keqja, dhe e mira, edhe e keqja janë ngarë. Janë ngarë, prej kur ka fillu, dhe me thonë, njeriu i parë, Ademi a.s. Ka fillu jetën me gru me fmi, ka fillu e mira dhe e keqja. Bile bashkë në kohën e ti, djemët e ti kanë pas mas marveshje, edhe njëni e ka respektue regullin apo ligjin e Zotit tjetër e ka kundërshtua, e prej atëherë edhe sot e deri në kiamet e mira dhe e keqja janë në një garë. E çka është me rëndësinë? Na me rëndësi më munduhet çka me qenë prej atyne që promovojnë të mirën edhe kundërshtojmë të keqen. Mos muj shumë kështu në shumicë me ndiku, a mujna me ndiku në vetën tonë, po elhamdulillah. Në familjen tonë, po elhamdulillah mirë është. I ka dhonë shoshnisë, i ka dhonë shumë, nëse ja ka dhonë një familjes shëndosh, ke kontribu me qenë shoshnia shëndosh. Për ma shumë, pastaj sa të mundemi, është edhe ma mirë. Po nëse nuk mundi ma shumë sa vetën edhe familjen, edhe kjo mjafta.